Përshëndetje miq. Sot do të përgatis sallat me kastravec si dikur. Dikush i thot dhe tarator. Por ne nga ana jon i thom sallat me kastravec. Përgatitet shumë thjesht, por është me një shije të pazëvendësueshme. Si fillim lajm kastravecat, pastaj i qirojmë. Mbasi i kem qirue, i presim me thik në këtë mënyrë, siç po e shikoni në video, si dikur. Mund t'i bëjmë dhe me rende, por unë i bëna siç i bënte nëna jeme dikur. Më pas i qirojmë dhe hudra, i grim sa më të vogla, shtojmë dhe kripen, i përzim mirë. Më pas shtojmë kosin, i përzim mirë derisa zihet mirë kosi me kastravecin dhe e kemi gati. I çojmë në frigorifer për 2-3 orë. Pas 2-3 orësh, sallatën e kemi gati për ta shërbyer. Unë po e ha me pak bukë treshkun si dikur. Ju mund ta hani si të doni. Por në këtë kohë nuk e ha më sallatën me bukë. E hanim dikur se nuk kishim dhe ishim shumë të varfër. Tash ka desh Zoti, ka gjithkush me hangër ball. Por e veçantë e kësaj sallate është se na kujtojnë fëmijërinë. Kjo sallat më ka dalë fort e mirë. Kjo pra ishte receta ime për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju boft mirë nëse e provoni. Faleminderit.